shikues, do të shkojmë tani më me një lajm të minutës së fundit. Ka shkuar në 3 numri i viktimave nga seria e ngjarjeve në fshatin vidisht të Roskovecit. Burimet Ora News bëjnë me dije se ka ndërruar në spital jetë Belere Plaka, gruaja që fillimisht mbeti e plagosur rënd pasi u qellua me armë zjarri nga ishi fejuari i vajzës, i cili ekzekutoi në banesën e familjes kryefamiljarin Arben Plaka. Autori, Refit Buzi, ndërkohë kreu vetvrasje pasi mbajti për disa orë peng ish partneren e tij. I riu që në zonë njihej edhe me emrin Nertil, i dha fund jetës brenda automjetit në kodrat e zonës Kurjanit, ku për disa orë ishte i rrethuar nga forcat speciale Renea, por refuzoi të vetë dorëzohej. Në orët e para të mëngjesit, 35 vjeçari shkoi në banesën e ish partneres dhe ekzekutoi babain e saj, 55 vjeçarin Arben Plaka, si dhe plagosi rënd nënën, Belere Plaka, më pas u largua duke e marrë peng ish partneren. Të afërmit e familjes e cilësuan ngjarjen të paralajmëruar, duke pretenduar se ish dhëndri i kërcënonte vazhdimisht. Por përpara se i birit i jepte fund jetës pas krimit që kishte kryer, prindërit e tij dhanë një tjetër version për shkaqet e konfliktit me familjen e ish Krushkut, duke pretenduar se gjithçka nisi për një shumë parash. Nertil Buzi, në vitin 2022, është raportuar në mediat britanike se ishte mbajtur peng nga disa shqiptar për shkak të një borxhi që lidhe me veprimtari të kultivimit të bimëve narkotike. Pra ka shkuar në 3 numri i viktimave nga ngjarja e rëndë e ndodhur në zonën e Roskovecit. Bëhet e ditur se gruaja e cila mbeti fillimisht e plagosur në banesën e saj, aty ku ndërroi jetë edhe bashkëshorti ose kryefamiljari Arben Plaka, më pas për shkak të plagëve të marra nuk ka mundur të mbijetojë duke ndërruar edhe ajo jetë në spital, teksa po merrte ndihmën mjekësore. Megjithatë, ka qenë e pamundur që t'i rezistojë këtyre plagëve. Ndërkohë, vetë autori, Refit Buzi, kreu vetvrasje pasi mbajti peng ish partnerin e tij për disa orë. Është ende e paqartë se cili ka qenë konflikti që ka çuar pikërisht në këtë situatë të rëndë midis 2 familjeve. Nertil Buzi në vitin 2022 është raportuar në mediat britanike se ishte mbajtur peng nga disa shqiptar për shkak të një borxhi që lidhej me veprimtaritë kultivimit të bimëve narkotike. Dhe përpara se i birit i jepte fund jetës pas krimit që kishte kryer prindrit e tij,